Zotri Abdigjiku, a do të mund të kaloj këtë përplasje me kryetarin e DGSP-s dhe Lipjanit, duke marrë parasysh rëndësinë e këtyre dy degëve? Nuk ka hatërmbetje, ka mund të ketë edhe më herët, do të thotë edhe në procesin e 31 janarit ka pas përplasjet e tilla, madje ata ndoshta kanë mund edhe atëherë të jenë kundër vazhdimit të mandatit të kryetarit Abdigjiku, por asnjëherë nuk ka pasur hatërmbetje dhe gjithmonë do të thotë i ka kaluar ato. Absolutisht se po. Absolutisht se po, se nuk jemi këtu për që të bëjmë politiken me inati dhe me hatërmbetje. Ne duhet të funksionojmë mbi bazë të disa parimeve të cilat na lidhen mbi bazë të programit dhe mbi bazë vlerave që i prezanton Lidhja Demokratike e Kosovës. Unë mendoj që nuk është deri në atë nivel hatërmbetje, saqë ata nuk mund të takohen dhe nuk mund që të funksionojnë së bashku, sepse në fundit ne po duhet të funksionojmë edhe me subjektet tjera politike, kemi funksionuar edhe me herët, edhe me personalitetet që dikur do të thotë kanë qenë pjesë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, janë rikthyer pranë Lidhjes Demokratike të Kosovës, sepse këto janë procese politike dhe mendoj që në secilin proces politik ne jemi aty për të prezantuar dhe për të ecur përpara mbi bazë vlerave dhe mbi bazë një vizioni që kemi për periudhat e caktuara kohore. I përmendet figurat që janë rikthyer në LDK, siç është ish presidentja Zonja Vjosa Osmani, a do të insistoj LDK, me qenë se ka qenë edhe kandidate për presidente, ndonse jo zyrtarisht, sepse zgjedhjet ne nuk i kemi presidenciale, i kemi parlamentare, por a do të jetë insistimi i LDK-s që Vjosa Osmani të jetë figura kryesore e propozuar për presidente kur të vjen puna për ta zgjedhur atë? Vjosa Osmani